krijimi i kësaj gjykate dhe funksionimi i saj deri më sot është një rezultat i një debati të gjerë në vendin tim. Por mbi të gjitha, ajo që duhet të mbizotroj prej saj është drejtësia dhe paanshmëria në gjykimin e të vërtetës dhe realitetit objektiv në cilin kemi vepruar ne. Unë qëndroj në këtë proces me bindje dhe besim se e vërteta nuk ka arsye të ketë frikë nga drejtësia. Dhe se drejtësia mund vonohet, por nuk mohohet kurrë. Kam vepruar me këtë bindje. Kam jetuar me këtë bindje. Sot këtu para ju qëndroj me këtë bindje. Dhe me siguri mund të them. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore dhe ligjore. Ndërgjegja ime është e pastër. Historia ime është transparente. Tani çdo kush mund ta shoh atë edhe në këtë proces gjyqësor. Besimi im tek e vërteta dhe drejtësia mbetet i palkundër. Dhe dua të besoj fuqishëm se në vendimin tuaj do të mbisundoj vetëm e vërteta, pa anësia, drejtësia edhe ligji. Nderuar trup gjykues, duke qenë se dje ka qenë dita e pavarësisë së shtetit tim, kam vetëm një përshëndetje në fund për gjithë qytetarët e vendit tim. Urime pavarësia, ta gëzoni qytetarët e Republikës Kosovës Lirin. Po ju drejtohem për të theksuar një pikë të vetme, por të jashtëzakonshme prej rëndësie. Gjykata duhet me çdo kusht të mbrojë drejtësinë, të vërtetën dhe paanësinë. Kjo nuk është thjesht një detyrë ligjore, është kontributi i saj i madh dhe trashëgimia që do të mbetet prej kësaj gjykate. Ky është edhe shkaku pse ju bashkova atyre mira grave dhe burrave që u rreshtuan në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës për lirinë e Kosovës. Dhe pse i kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim, që çdo qytetar të gëzoj drejtësi dhe që bota ta njohë të vërtetën për kombin tonë. Edhe në momentet më të errta, nuk e humba kur besimin, se e drejta, e vërteta dhe liria do të triumfonin. Kur nuk kam besuar se dhuna, urrejtja apo hakmarrja mund të jenë udhërrëfyes të ndershëm. Ato shkatrojnë shpirtin e një populli, jo vetëm të viktimës. Urrejtja është vetëm një formë tjetër e robërisë. Liria nuk mund të arrihet përmes padrejtësisë. As paqja nuk mund të ndërtohet mbi krim. Një kauzë drejt nuk mund të mbrohet me mjetet e padrejta. Familja ime dhe unë kemi jetuar në përsekutim të vazhdueshëm të shtetit serb. Ky nuk është përshkrim abstrakt, është një realitet konkret i cili e ka prekur secilin antar të familjes time, por edhe mbar popullin tim. Unë e di çfarë do të thosh të jesh i pambrojtur. E di çfarë do të thosh të jetosh në kërcënim të vazhdueshëm. Kjo është një përvojë që nuk ja dëshiroj askujt. Por më mësoi edhe një të vërtetë, thelbësore, në padrejtësi. Njeriu duhet të ruaj integritetin moral dhe vlerat themelore të humane. Disa mund të pyesin, a janë vetëm fjalë këto, apo janë pasqyruar edhe në jetën dhe veprimet e mia? Përgjigjja ime sot është e qartë, jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekada shëtimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kam kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Kjo nuk është çështje interpretimi, kjo është çështje fakti. Synimi im ishte i qartë, të kontribuoja për lirinë dhe drejtësinë e popullit tim, por mos t'i bëja askujt padrejtësi. Kam parë se këto muajt e fundit në këtë sallë, se sa le disa e nënvlerësojnë vështirësinë e ndalimit të një konflikti dhe arritjes së paqes.
por historia na mëson se ata që vendosin paqe, shpesh përballen me pasuja. Dhe duke pa realitetin e sotëm, kur bota ka atë shumë nevojë për paqe, është e qartë se në ajo nuk arrihet gjithmonë lehtë. Dhe për të ruajtur atë, shpesh është edhe më vështirë. Sa i përket pjesëmarrjes sime në luftë, ajo nuk ka lindur prej dëshirës time për konflikt. Si i ri, kam dëshiruar edhe unë një jetë të thjeshtë. Të jetoja në vendin tim, me dignitet, në paqe me familjen time. Në fillim të vitit 1990, unë jam largu prej Kosovës. Ka qenë një largim i detyruar, por o një mundësi për një jetë ma normale, për një të ardhme të ndërtuar mbi dije dhe përparim. Por, ndërsa unë jetoja në një vend të lirë, vendi im po përjeton të vujtje të thella në robëri. Gjendja në Kosovë u shndrua në mohim dhe përjashtim shumicës. Tragedia në Prekaz me 5, 6, 7 mars 1998 nuk ka qenë një akt i izoluar, por vazhdim i masakrave të kryera prej forcave serbe. Akte të tilla terrori, të i kaluan frikën normale të popullit thjesht dhe drojën e intelektualëve dhe politikanëve në Kosovë. Terrori dhe masakrat, si ato në Srebrenicë, kishin filluar me ndodhë edhe në vendin tim, në Kosovë. Nuk mund të qëndroja indiferent, ndërsa populli im po përballej me shkatërim. Për mua jeta kishte kuptim vetëm nëse populli im mund të jetonte në liri. Prandaj jam këtu në Kosovë. Jo si ushtar i trajnuar, por si një individ ende në studime. Jo me urrejtje, me bindje. U ktheva sepse ndjeva detyrim moral ndaj vendit tim.